E kishëm pra edhe bacin janëz, me të vërtetë mu më vjekes se nuk e paska pas kuptu këtë çka jena të thonë, po si do që tjetë, ne jemi duke thonë a është e drejtë dhe a duhet përdoret ky fjalor të ne kosovarët, të ne shqiptarët me sharje, me fyrje, me ofendime dhe t'ju jepet kaq rëndësi nga rrjetet sociale. Kështu që larg politikës, por me të vërtetë janë fjalë me vend. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe Vilson. Në detyruar për jullën dhe gjusë të respektum të radiozërit lirë. Vilson, ajo lu. Edhe para forcët, ja veç sa më rrina lurën nga puna, im të përgatit më të më shku në ora 10 e koma një ndrym, kështu që jo mirë, pak ftoft po mirë. Të falenderoj për kohën që çdo herë edhe nga vendi punës, edhe në rrugë, edhe ku t'jesh i bashkë me ne. Po Vilson, ai dëgjuve para falset dhe çka do ta thosh. Që dy të admiroj, dy të çmoj, dy të respektoj dy burra me vlera njerëzore kombëtare, por do i bi shumë shkurt, do im shumë i shkurt. Gjuha e cila është përdor nëpër media dhe që përçokollon, unë nuk e përkrahi dhe jam kundër kësaj gjuhe. Absolutisht nuk e përkrahi, se i meqmi ka bëq budalës, e të bjenë sa Milor Shtaku në këtë bëndë viktim, to s'ja fali sa Milor Shtaku, drejtën më thonë, nuk ja fali kursësi, se është një prind, është një familjar, është një gjëgjësh, është një general, edhe është një qërimtar, edhe nuk banë më ra nga njerës të rrugav, këtë prej e, mas nuk i quaj rrugaq, po fjallë rrugav. Nuk banë më ra generalin si ndikimi. Pra, edhe për që s'është lodhë generali, për që të në langareca, që nuk është lodhë si nga aj, si familja, se çdo ditë merren me familje, merren me to, për besë, për pas konë, kale edhe ma shumë nuk ishtë dëru. Sa shumë ka bajtë, edhe të bajtë. I ka ardhë, çdo fund ka një herë ka dhe një përfundim. Është lodhë njeri me këta. E me kanë me njerës pa vlera, se të kish dikush bili një bagazh intelektual apo bagazh familjar, më të vërtet e doran. Veç me etiketu bashkërkush i heq, lule është e ronë. Po ku kenë që ta në kohën e luftës ta patriotat e VV-s, që po dalën për etiketojnë. Krejtë mosha e Lushtakut jenë konë, pri Albinit e dera një më të fundit po thuajse. Ku kenë kanë luftë që që bashkan gjithën, pra shti hajnit PDK, se shti Lushtakut, mos i bequjnë hajnë, se që bashkan gjithën shti hajnit luftë. Lule, e kanë të pru, drejtën më të thonë. Po kush i ka faj? Tu i ka faj direkt Albin Kurti që nuk e thret një mbledhje, një seancë edhe që atërhek vretjen, rrepsisht, po një njeri i cili është në partinë time, në qeveri apo në parlament, e fyn një parti tjetër, drejtën më të thonë, ai du të më morë mosat repta. Po qysh ka më morë mosat repta, kur ai një popull e ka qujtë hajvanat vetë. Kur i zoti shpisë u bëdalë, që po pret primash që tjerë. Zisa upton. Jo, po unë thash ma herët. E kanë të pru, Lule, e kanë të pru me gjdo kod, gjdo gjon e kanë të pru. Diaspora, po dhe na jemi diaspor, po me qëfar logika e flet në amën diasporës, e thras amën në amën diasporës. Mare falvis në amën vetit. Që edhe më rëtlu kajtë Kosova, mi dalë flaka, se votaj vëvën, pa e djegja të votë si edhe në votë, edhe unë jam diaspor, po edhe ti e diaspor, edhe 80% që të mediumin të një diaspor. Qysh me qëfar drejtë këta flasin në amën diasporës? Me qëfar drejtë këta morin në amën diasporës në përgoj? Unë e di ku do t'ja në votën. Vota është e mshet, vota është e shaj. Suma për cakton mu të vëvëja kujna unë mjallon votën. As PDK-ja, as LDK-ja, as Alianca. Unë e kom liderin të më preferum, edhe atia jap. Ajo dhe tjetë vota është e msheft, vota është e shajt, kështu që zdo jemi zgjatën, vjekeq për i Lushtakut, s'pranojnë këtë gjuhë, absolutisht, nuk e pranoj këtë gjuhë që e ka përduar, po më ranë prej pa njerëzve, drejtën më thonë Lushtaku ka gabu, është ndeshme ndoshta një kërkën falje, po ai din ai më meqëm si ne është, ai është komandant, ai është kryetari i Komunës Skënderajt. Po isha bo apel ta tjerë të marrëm se më mos bin prej e këtyre. Se këta çdo gjë kanë me organizu për një qitë në vlerësim apo më dalë keq para opinionit para zgjedhjeve. Po ku keq që kemi Mitrovica cep me cep. Po cep me cep pri fillimit deri në Marinë kanë rajt.
Sot çfarë flamush ku kanë të valun Mitrovic? Që të flamojnë të valun komunat e Mitrovic. Qa o bon tonë kjo alarm, kjo rand, tonë kjo propagandë. Flamoj të Serbisë sot i pova në media. Nësi stabilizuar tonë kalzojnë në Facebookat gabim, në regull jem. Ma flamojnë e Serbisë sot e pat në komunë i Jaroni. E kom shliru cep me cep. Për shka ka shliru marë? Nëse ka shliru dikush cep me cep, e ka shliru bashkë që ky lushtaku, me qëta trimat që është atje në Hag, e me popull që jenë konë gjendje të trafikohen edhe natën edhe ditën me sta shlirimtar. Ajo me sta njerëzit që dalin e lehen, thonë si nuk pëthom si zagar, po në të vërtet jenë bo të paderushëm, jenë bo neveritshëm. Bobët neveritshëm, po na mbetën bënë, dojnë me prunë venin vllavrasje. E më dëgjova Bacinianus, këtë tha vjen jo Bacinianus, kur mos ju frigo, se këta nuk janë të pushtë, ta janë vish më letë që shtu së zagartë, nuk janë ta të pushtë, jo, pa vezves e ki, s'ta kapin ta pushkën. Se o konë koha kur konë me dëshmu këta kur konë koha për pushtë, s'janë ta të pushtë. Ta janë vish që shtu dalergji, shantazhi, zhurmagji, kur gjë për kur gjë tjetër si kjo baci janë. Pa vezves e rre, kur mos o tëtë që bënd të luftë civile. Me sta njerëz, jo. Jo rojnë një mbromje të mirë, natën e mirë lule. Faleminderit Vilsan, natën e mirë, gjithë mirat e punë pa lutje. Faleminderit, shumë respekt, të. Pra të dashur dëgjues, kishëm edhe Vilsonin në telefonatë, unë do përpiqem të marr telefonuesit, unë ju kërkoj falje se në panel nuk po duhet ju kyqe se po zgatet e s'po din kush ka sa po shko pasuli, kështu që do t'ju marr kanjon nëse jeni të gatshëm të japni mendimin e juaj çdo kush për gjuhën dhe fjalorin që po përdoret nga ne kosovarët në përgjithësi. Alo, përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se na erdhe Ferid. Mirëmbrëma zonja Lule, mirëmbrëma për gjithë pranishmit, gjithashtu edhe për zotrin Vilsonin edhe për afolësit ku do që joni. Faleminderit shumë Ferid, si je dhe familjen si ki? Mirë ka do zoti, mirë. Gëzohem, qofshit mirë gjithmonë. Ferid, teve që i ke dëgju para falset dhe çfarë është mendimi juaj? Çka do të na thuash? Po çka të them unë, u kyqa pak me vonesë, ishte Enveri, cilin e përshëndes, ai ishte tu bisedu, nuk e di për ara ka thirrë dikush ajo, nuk e di, vetëm këta tre, Vilsonin, Enverin edhe zotri Januzi mos gabofsha ishte. Januzi, po Januz ka. Po, cilë t'i përshëndes dhe uroj shëndet që gjithve, edhe që në pranishmit këtu. Po që ka të thëmë e Lule, unë e kam thonë, gjdo herë e kam thonë, dhe e thëmë prapë, e përsëriti prapë ndoshta nuk bëhet e tepërt, është një fjallë që thunë që ka të mbillsh edhe korë. Për me të vërtet, duhet të keqit, duhet t'ja kthesh me të keq, të mirin, duhet t'ja kthesh me të mirë. Por fatë keqisht, sot kemi arë një situatë dhe kemi arë një gjendje, që nëse të lëndon edhe të rëndon, nuk e ofendon, mundosh të respektosh edhe të asi, por duhesh t'ja kthesh. Kam ndryshu unë edhe vetën e kam ndryshu, këtu po thëmë sinqerisht. Duhet t'ja kthesh prapë me të keq. Se nëse ja len në të mënyrë, po ta keq përdorin që atë mirësi edhe që atë asi. Jënë gjendje më ta marë. Qata mërmenja Ferid, u dashtë të përdoret fjallori i zotrisë, pra pikrisht që është ofendun nga ajo zonja, a u dashtë edhe këtë ja kthej, qysh ja ka kthy, apo u dashtë të paktën të kursej disa fjalli të mos shprehet krejt edhe ashtu. Më shumë isha... mos të vjen në atë pikë ku ora aja, për shembull. Ma shumë isha kap në këta të fundit që e the, që mos bjen prej aty në gabimeve që i bojnë, por me të vërtet duhet t'ja të regojmë një herë vendin një herë për gjithmonë. Unë ndëgjova me vëmendje edhe zotin Januz, që në përshëndes edhe ju uroj sukses edhe ju uroj shëndet që të ketë.
Po nuk u pajtova me ta kur tha se këty është një problem i madh lule kur po flasmi, kanere po flasim ndoshta pa që më thonë pa dashje, po na ikun disa fjalë. Thot 42% të popullit ja ka dhënë votën. Kjo nuk qëndron edhe nuk është e vërtetë kjo. 42% të votuesve ja kanë dhënë votën, e jo të popullit. Se të thush popullit Shumë e vërtet. thush popullit është punë e madhe. Kurse të thush votuesve është punë e madhe prap, ja kanë dhënë votën, ja paft hajrin e gëzoft. Por mos të harrojmë që më shumë se 60% të popullit nuk ka marrë pjesë në zgjedhje. Edhe ata janë popull, e emrin e tyre edhe të flasim tash në emrin të atyre personave, cilët nuk kanë votu, nuk është e drejtë jonja. Se kur të flasim në emër të popullit është asaj, këtu e kemi marrë ata që s'na takon neve, se ne s'jemi për t'i vlerësuar, por ne jemi vetëm të flasmi të dhëmë mendimet e tona, a pajtohemi, as pajtohemi, po gjithmonë duhet kemi kujdes kur flasmi në publik. Se është shpreh kjo bindje dhe kjo po shitët në popull. Populli nuk ja ka dhënë 42%. Votues 42% ja kanë dhënë votën. Kaq. Ta duhet i pastrojmë kur flasim, duhet i nxjerrmi votuesi, populli janë dy gjëra ndryshme. Pikërisht edhe ata votuesi janë, edhe ata janë popull, por jo në emër të popullit flasim 42%. Se kemi 42% e kemi edhe 58% është pjesa tjetër. Edhe plus janë votues tjerë cilë nuk kanë votu. E gjuha që është përdorun, nuk jam dakord, edhe unë pajtona me Wilsonin, plotësisht pajtona, duhet jemi pak më të kujdesshëm, por qysh në fillim e thash, ata që e mbillsh edhe do të korsh. Këta janë, dhe unë nuk kam qef t'i ndaj këta, ata, ne, ose këta, por fatkeqësisht është një pjesë e jonja, e votuesve edhe e simpatizanëve, cilët me të vërtet po lëndojnë, po ofendojnë, po shajnë, shkruaj 2 komente, unë ti shkruaj. Qoftë të ti, apo qoftë ku do një medium tjetër, flasmi diçka që spajtohemi me feritin ose me lullën. 100 shtohen, 100 shkrumje, 100 sharje, 100 fyrje, ti je me ata, ti je me këta. Ma kush je ti më të më thonë mu, ti je me ata ose me ata. Kush je mune të ofendoj dikanin që se njofa se kom pa kur njëtën time. Kjo është ajo e keqja cila është të ndodhur. Dhe 100% pajtohu me Wilsonin kur e tha, ku kanë qenë këta. Këta janë gjithë moshën madhore kanë qenë, se gjithë mund kjo klasa, që kjo koha e mesme që i thujmë na, ne si më shumë të mesmë, ne jemi të i bo qëto gjana. Kjo gjenerata mas luftës, këta nuk din. Pse nuk din? Pse këta i kapin gjanat vetëm ata që ka janë më të leta. Por gjithmonë problemin duhet t'i nisë qysh nga vegza e parë. E nga vegza e parë s'po na pëlqen se kur e flasmi realitetin, është i rëndë, por realiteti është i shëndetshëm. Njerë për gjithmonë duhet të kuptojmë. Si unë, si gjithë duhet të kuptojmë. Nuk ka liri pa gryk pushkës, nuk ka liri pa gjak. Gjithat këto janë dhanë, gjithat gjymtyrët e trupit janë lanë, jetra, martir, invalid, dëshmor, gjithat i kemi. Sot kemi njerëz me gjysë gjymtyra trupit që hecin edhe bojnë jetën. Po a mendojnë këta njerëz për ata. E këtë duhet mendojmë lule që me të vërtet është e tërshme kjo që është të ndodhë dhe kjo që ka bëbohat mes nesh. Po kur si, unë e plotësisht këty është vetëm qëndrimi imi, dhe unë të është prej vetës po flasë, në emrin tim personal, për zotin edhe unë e kam fitu kohën edhe në momentin e fundit e kam fitu edhe unë një lloj besimi që nëse me fjalë të mira
më nderon edhe më respekton, që është nderoj edhe të respektoj, do ta kthej me nder dhe respekt. Po ma ktheve me të keq, për zotin 5 herë do t'jom ma i keq. Se ndryshe si jam të marrë vesh. Duhet t'i thojmë një herë stop edhe për gjithmonë. Mos marrë kohë ma shumë se ki telefonata shumë, unë të përgëzoj, uroj shëndet e gjithat mirat dhe program të argëtueshëm vazhdim. Të falenderoj nga zemra Ferit dhe respekt pa fond ishte kënaqësi, natën e mirë, gjithë mirat e të mirë pres në emisionet e radhës tonë. Shëndet, kalofshit mirë. Gjithashtu tonë. E kishëm pra edhe Ferit Fejzullahun, unë kam shumë telefonata, do përpiqem kështu qysh na kanë telefonu, te keni durimin të gjithëve do t'ju marrë, shpresoj se do jeni të gatshëm të përgjigjni kur t'ju thirrë, por po shkoj kështu qysh na kanë telefonu. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe Vllachko. Përshëndetje, mi mrama për ju në studio dhe gjithë dëgjuesit dhe shiqësit tonë ku do qëndohen. Vllachko, si je dhe ajo lodha, ke kryo ande jenë në punë? Ja, këna përfundu punën një morë në shpeqja gjysmore prafërsisht që ashtu. Shumë bukur, shumë bukur, shumë bukur. Vllachko, a do të kyqesh pak në temë dhe a i dëgjove para falësit dhe çka është mendimi juaj, çka mund të na thuash? Po i dëgjova gjithë dëgjues, me të vërtet pak jo bën tepër të mirë, po shumë njerëz i bojnë për shkak me kriju vëmendje, me ronë qendër vëmendjes, pra edhe ja gruaja, s'pja përmend emrin, s'po du me i bon marketing, derisa duke janë në ka një zonë pej kur kalu në serialin e fundit, atë që kalu rolin e asaj budallicës, mondëm honë gradit ke kush që u konë gjallë, pse u konë 2 mandate në deputete, ato nuk ka ditë ke kush as janë deputete, tash do në mëro pak në qendër vëmendjes për para zgjedhjeve, edhe duhet më kopë për një personi që një, do më honë shumica e popullit, ose dijet sa minë në gjithë dhe nuk jem çka me i bon tash, a i aroni i mire, i kesh, leto që është dona e ka një të kalune që nuk mund me ndryshu kërkush. E prëntarme nëse ka bon diçka, nëse ekziston shteti ligjor në Kosovë, atëherë duhet më morë shteti, e ju me dalë gjithkush në gjithë notës sa para sa bo ato që u atjerëm, edhe kop telefonin e ka të kryt e shkru një status në Facebook, edhe krejt popullit në do të më merë me që status. Mirë, po fatkesisht duhet të thonë me cek derisa udhëheqësit tonë që kanë qenë deri dje në pozita udhëheqëse të shtetit Kosovët nuk i njohin institucionet e drejtësisë, nuk ju përgjigjen, atëherë na pret që kjo e dhe më hanë gjithë kush e gjumë ka një fjallë për qyshit, që ati bash, po një fjallë ku më kujtohet kështu, e të parëve tonë që kanë thonë një budallë gjumë një gurin plus, që kanë thonë sërbesht bunarë, edhe krejt fshatin nuk mund me nëzirë, dhe më hanë edhe këtu një budallë ka lëshu një fjallë, dhe tash krejt më publi do të më shumë merë me tonë, pak fajtori jem na, nuk do të mja dha rastin për vëmendje, po që të i bënsh. A duhet, kur dikush e përdor atë gjumë, a duhet edhe personi që pikërisht do një i ofendon në ato momente, t'ja kthej me të njëjtën fjalor apo të kursej edhe mos të be në provokim të personave të pandërgjeshëm? Sipas mendimit tuaj, çfarë ta mërmenja? Sikur të shumë konë në rabat, atëherë këm punu në bazë programit që në ka shkruaj programeri, mirë po edhe na jem njerëz, që në ka falë zoti, pra gjak, mish, zemër, zor, edhe vjen një moment ku të vjen dejnë mojët hunës dhe shpërthen njeri, nuk ka qarë se gjdo gjë më konë një kufi, edhe fyrjet edhe budallat me ignoru gjithë se shumë kush, po thët, mos u merrni me ta mirë, po edhe mos u merr me budall dikur na
të vjen edhe në shtëpi të hisë, thotë atë që ka dil për shtëpisë e jemi, është kjo. Më ka pas lon 4 gjyshi dikon, më ka pas thonë që e kini shtëpi që atje, ta me rrë shtëpinë, domethënë duhet mja qitë stopin dhe me kalzu që ballë është. Unë thash pak më parë, derisa në Kosovë nuk ka shtet ligjor, atëherë qysh ta banë dhe banë, ja se nuk ka që të rrugë. Për momentin, se si kur të këshin funksionu institucionet e drejtësisë, atëherë ajan, ose edhe aja dhe gjithë thënë që del në ofendon ranë publik, është e dënueshme të edin vetë në shtetin ku jeton, po edhe këtu unë ku jetoj, nëse ja ban një ofendim dikujna, është i dënueshëm minimumi varësisht për ofendimit që i ka thonë për 6 muajve e tutje është burg. Domethënë, nëse ofendon ato fjalën më të lehtë që e përdorin këta gjë s'po du me e përdor, ja thu dikujna edhe njët e ofendun ta ban pa di edhe ke me shku 16 vjet me muajt burg e përpjet. Mirë po në Kosovë i thet çdo fjalë dhe kërkush nuk jep përgjegjësi se ata që i kanë shkruar ato ligje edhe që duhet me mbrojtë ato ligje, ata domethënë janë të portë, e kanë atë flamurin që me i prinë vallës të ofendimeve, nuk kursehen me ofendime dhe që aty bajnë tash. E ka shkru Avnia, e ka shkru një koment, po thetë çdo kënd budallës ja qesin stupin, tena në Kosovë i dhonë hapësirë fatkeqësisht. Po normal se na jem një popull ashtu që ma shumë merrem domethënë me budallët dhe i përkrahë me i ngjesëm, i qojmë havo, mu më kujtohet, nashta për të praj pak, po më kujtohet si në Zanskë, kërë më konë shkollë të mesme, edhe ka pas në qytet vishin ato persona me probleme pak mentale, mirë po ato kreto shkojshit mastije, keshin, u majke, kolona ta markemeja që janë dasmorë, të majet vogël të kesh me ta burra edhe 3, edhe që thmiju nuk e kom ditë fort, po mirë po tash e kom po që me të vërtet na jem një popull që i dojmë edhe i përkrahum shumë njerëz e padijshëm, njerëz që kanë probleme psiqike në vend se më mundu pak me i shu në të institucionet ku janë përkohëse për ta na rehabilitim, a? Vlaçko, faleminderit shumë, respekt pa fond, a ki me shtu diçka për fond? Jo, me folna për këtë temë kemë bon mirë, po do të jalon rallën edhe tjerëve, kush ka interesa mu kyç me telefonu. Atëherë Vlaçko, unë të falenderoj shumë për telefonatën, faleminderit për ata çfarë të the. Si do që tjetë unë të falenderoj, natën e mirë gjithë mirat e dëgjohim herave tjera, Vlaçko. Natën e mirë gjithë mirë, tëm. Të dashur dëgjuese, kishëm pra edhe Rahim Fegashin, vllahun tim dhe kry administratorin e Radio Zërit e Lirë, pra, ku ishte në telefonat. Unë me të vërtet kam edhe disa edhe 4-5 telefonatat të humburat dhe përpiqem të marrë që na kanë telefonu nëse nuk janë. Unë dhe shkoj, të përvaj, ka njo, edhe kështu që mos që jesë bashkë, po ju kërkoj falje se me të vërtet sa ndë ka telefonata pa ndërprej. E kemi edhe telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe Yzer. Përshëndetje edhe për juve, zonja Lule, ju përshëndes juve, telefonues, familjen e juaj, stafin e juaj, kaloshin një mramit mirë. Faleminderit, shumë respekt çdo herë edhe nga ne. Po si kaluve, sa davluve, si kaluve? Po mirë kaluam, jo ka pak qështu, tash pushum pak mas ditës, se paradite me konë në drem, e kryetëm era këtu në shoqëri me Bajram Qafleshin, e pruni autobusin, era me të i bona shoqëri. Ju përshëndet për juve. Mirë shumë, faleminderit shumë, e përshëndet edhe nga ona ju në Bajramin. Yzer, çfarë do të na thuash, a i dëgjuve para falsit dhe pikërisht e kemi një temë që ka çka të flitet,
Tu kisha lutë pika shkurta ta japsh edhe ti mendimin tuaj për gjuhën degraduese të ne si popull, po më parasysh politikanë apo analist apo medie apo dhe qytetari thjesht që është duke u përdorur viteve të fundit tani në Kosovë. Çfarë thuash ti? A është e drejtë kjo dhe a duhet të kthehet njëjtën gjë, ti kthehet atij ofenduesit apo ofendueses? Qore me keqare dhe u bote na, ju më voj mirë, unë e keq, nuk po ka dhe fort rezultat. Dhe mon, atëhere po dëtërojnë, me ja kthy me qatë gjuhë që po të ofendon. Se jam kundrej, dhe mon, kësoj gjuhë me përdor, po kur të shojnë, të hyjnë, shamë së neve, që është të spajtojnë me mendimin tënë, pëzire me Serbia, është antikomtare, është altare, dhe kur më me bojtë, kështu. Qëre neve në kam su, presidenti historik, dorimin me pas, jem ja këthy me atë monedh, po jenë do njerëz dhe në këmësot, te me ta bo shamull në boks, që është kur dalë shë në meq, që është hajtë mëshon teve që ma duart, po, shë nuk e i përgjizjes. Allah, veç më s'ma allash zëti heq. Po, për faktet... Unë e thash ma herët e zërë që 2 durt janë për një kryk, na thonë gjithmonë, 2 durt janë me mbrojt kryt, edhe kështu që me të vërtetë, nashta nuk do të krejt më shprejnë qatë fjallur, po me të vërtet ka njerë nuk i qare edhe pa ja këthy në ato që një në shpijet në zemër s'ki qare, jo. Po qare e kuptojnë e plotësisht, por ka herë nuk po ki qare, nuk po ki qare pa u shmejë, se qërë në dëgjova promë në debat plus, shamë dhe zëtërej sa me lushtokër. Qëre, unë e pësojnë gjë, kështu privatisht nuk e gjë, po mes me dhirë, kështu ka dëru, kur thujnë, i ka orët pikë, edhe ke po kur thujnë të nani fjallë popullore, kure e leprit e ka rëgju deven. Aja deva, ja bon transport, ja zbo kërkush. Po kure e leprit e ka rëgju deven. Edhe kështu, me sho, me fyjas, kurse familjas, kurse gruas, nanas, fmijas, kjo është e tepërt. Por... Edhe nuk është veç që tash, po ka një ku bukur gjatë që nuk ju ndërprej as një herë ofendimet ndaj Samis, për zotën. Po qërë ndaj Samis, ndaj këtyne të mlajve njerëzve të mlaj ushtarëve, për shambull në qërë, tash të shambull, këta kanë drejt me thonë që ka duhet të duesja. Unë e sot e lexova për keqare tash, mund të këtu media të nëzgjenur, a fush Kosova e votoj disa sërbë sa ka mujtë me konë deputetsoja 1-2 asamblejës, tha e votoj kryetarën e kuvendit dhe komunë fushës sërës. Tha e votun me listën sërbe. Ta është val, lista sërbe po bëj ka me juve, veç me neve zbanë. Herë se të dorë të Kosovës. Ta në dhe tjetërën, ndëgjova sot për shambull i posh, ata të festu me morë komunat, pjesën verjore sërbe me flamojt këtu. A është duke flamojt, ku me të flamojt? Shumë e vërtet është. E pa kjo është për keqardhje, nuk është më mburë, kjo ka ardhë ranë sa dush. Por disave, pa ju rohunve, pa ju kalzue që me pa me syata nuk më besojnë ende. Do të trush për larë, që në mësue, nuk dini as vetë ku janë. Kjo është për keqardhje. Unë e shpeshere kom thonë, me a qilu lotës, që që kom qilu për vetë vetë se këtu, ma të isha bu milioner. Se neve në kam su edhe kuhat, kam su edhe në mund, kemi shkuna me kuha, po shkoj me këta. Këta jenë qëllu, si kur aja bryma para dhe, ta po e kom pa të gjuhë një fjallë, ndjerit me gjesram, po cërka, që që thënë, dikush leka, që që thënë asaj po cërkës, që rritet të shkën zgatë. Pa cërkë, të na pa cërkë e thëjnë. Po dhe një, e shkën zgatë, e shkën rritet, e shkën shku sa lisin altë, e veti lisin, që sa veti tha që 50, unë e tha për një vit ku ju marë, tha, po tha të regoj, tha, kur o bryme e parë, tha, e rëdzaj, tha, po cërkën atje bosh, lisin nuk rëdzojt, lisi ka rrojt fellë. E shamull këta luftarë, këta ka që kontribuë për shtetë, këta e në lisa. Leti sulmoni sa dënë. Po na kemi pritë sulmin nga armiku, jenë nga tëndë. Se që kema shumë për në dhe me jona. Se për shamull dhe dini mirë, në Serbije, hashimin e ta samet, gjithi kanë qujtë, qymes me tëri farteri, më është i denu me 20 vite burg. Hashimi e këto, e sëllë me shok këta tëndë, kjo është për keqardhje. Unë e zënë e lullë më smarë ma shumë kohë, ju për shëndes, kaloni një mramit mirë dhe gjohë shumë. Faleminderit shumë i zërë, natën e mirë, gjithë mirë, natën e mirë, të mirë.